Në studio. Faleminderit. Bajraktari, vazhdojmë edhe pak me ju, sepse përmend edhe përgatitjen që duhet ketë. Çfarë roli luan realisht edhe trajnimi i punëtorëve para se të nisin një punë që të kenë informacionet e duhura dhe për rrezikshmërinë dhe për gjithçka tjetër në vendin e punës. Sepse e tha edhe zotria Azemi, të drejtat e punëtorëve shkelen pothuajse në çdo sektor. Megjithatë më i rrezikshëm mbetet ai ndërtimtarisë, siç e thamë edhe më herët. Tani të drejtat e punëtorëve ne do fillojmë që nga marrëdhënia e punës. Po pse s'ka një kontratë, ai nuk do të rrezikon jetën. Po tham ndikon psikikisht ai punëtor. Është një element shtesë që na quajmë psikosocial ai faktori rreziku. Nuk e kemi na faktor të rrezikut vetëm fizik, nga rame, nga lartësia, apo nga thellësia, apo nga këto, po faktorët janë ndikues edhe këta se çfarë marrëdhënie pune ka ai, çfarë raporte ka me pronarin, çfarë statusi të vetin ka në atë kompani. Unë tani rrugës duke ardhur, e pyet tani mik që merr me ndërtimtari. I thash, çfarë punëtorët e juaj, çfarë afati të punës i pranojmë? Tha i pranojmë me afat një vjeçar. Çka ndodh me atë punëtorin dimni ku nuk punohet? Imagjinoni ju, nuk ka punëtor të rregullt punë që thotë, unë jam që 5 vite me një kompani, pa shkëput. Ai 2 muaj dimni ta 3 muaj ku nuk punohet, ai nuk paguhet. Dhe kjo është një drejtë elementare e humbjes tij. Pastaj, këtu krijohet jo serioziteti dhe raportin me punëtorin për dhënësin. Ai ato 2 muaj do të kërkoj diku tjetër punë. Edhe kjo është ajo që nuk krijon stabilitet në vendet e punës. Edhe te siguria në punë që themi ne, aksidentet në punë, kur ndodhin, brengosi dikush. Njeri pa që duhet brengosi është vetë punëdhënësi. Sepse humbja e jetës të një punëtori nuk është pak, është shumë e madhe. Si për te, si për familjen, si për gjithë shoqërinë. Edhe si do të evitojmë këta? Unë them këte, nëse na pyesin se çfarë masa do të marrim. Masa do të marrim, shteti ka në dorë të gjitha këto, kontrollin, jo vetëm ndaj punëdhënësve në këtë rast, po në këto ditë, a ka testu dikush makinerinë në ato vend punishte? Ne shohim çka sot i ndëgjum disa intervista aty që kanë bërë, për rregullsitë që e kanë gjetë, jo te skelet, jo pastërtia në objekt, elementare ato. Po dhe pi pajisë, sepse ne patëm tani 3-4 raste nga pajisët. Ato pajisë janë testume. Ata vozisa janë të kualifikuar për ato që përdorin ato pajisje. Do të thotë është një mori komplekse menaxhimi i sigurisë në punë. Që nga trajnimi që se këtë ju, trajnimi duhet i bëhet punëtorit para se me hyrë në punë. Trajnimi bëhet për sigurinë në punë, po trajnimi bëhet për përdorim të pajisjeve. Kemi që tha Jusuf Azemi, punëtor 3, hynë punë, pa përvojë, çka ndodh me ata njerëz? Sa shqetësuese është fakti, pikërisht kjo që edhe e zgjoj si temë, më pas edhe po e diskutoni edhe ju, fakti që punëtorët ndoshta profesionistë edhe janë larguar nga vendi për shkak të kushteve të punës, për shkak të pagave dhe më të mira që mund t'i marrin në vendet e tjera jashtë Kosovës. Në anën tjetër, sa e rrezikon kjo marrja punëtorëve të cilët nuk janë të kualifikuar, nuk kanë përvojën e duhur, kryesisht në sektorin e ndërtimtarisë shohim janë mosha të reja, të cilat me të drejtë po e zgjoni si çështje, dhe të cilat duhet të jetë alarmi për shtetin për këtë. Po pikërisht nëse shohim këto ku po ndodhin është e mosha e re, mesatarja më e madhe në deltë e mosha e re dhe mënyra ludëm që nga përvojë s'kan përvojë, trajnime jo, shkollim adekuat për atë punë nuk ka, edhe përvojë jo, atëherë vjen shumë ma lehtë te kjo. E çka do të ndodh me këtë? Po prandaj pikërisht kur thashun në atë laboratin për sigurinë punë. Laborati kuptohet menaxhimi, si do të menaxhohet. Aty thotë nuk mund ta fuzësh punëtorin pa një spikspani certifikat shëndetësore. Ta shohim ai punëtor si është, a është i aftë për punë. Ne kush, cila pikë kompanive të ne e pyet, a çfarë të kaluar shëndetësore ka, apo çfarë të kaluar edhe kriminale besa. Përpara ka qenë një rregull, nuk ka mujtë më pranon punë pa një sigurim, pa një kontroll shëndetësor dhe pa një besa të kaluar. Një heturosi u lyp ata, po pëlem në këta. Punëtori paraprakisht duhet të trajnohet për atë punë adekuate. Kush e bën këta? Kush e kontrollon këta? Punëdhënësi nuk e bën këta. Punëdhënësi duhet ta caktojë një person përgjegjës brenda kompanisë, ku më marr që ai të jetë një ekspert, që për tani kemi një numër shumë të vogël të ekspertave, po shpesh unë e tham që ta marrin një punëtor me një përvojë më të vjetër, që është ai ti trajnoj këta punëtor. Tek pasi që të jepë 2 javë, 3 javë, një
një rekomandim ti thot pronarit, bon nëse s'ban ky punëtor, mos sa fusim të rrezikon jetën. Ktu është i pari që rrezikon jetën punëtori atë që pyetej ju. Sa larg jemi të kthehemi në